Dikush mund të më thotë një për kufizim të çfarë të thjesht për stresin? Një ngarkesë emocionale kundrejt diçka, një teme të saktuar, një problemi të saktuar. Në vazhdimsinë e diskutimeve të shumta të organizuar në Gjimnazin Muharrem Çollaku në Pogradec, aktiviteti i radhës kishte të bënte me një diskutim të hapur mbi stresin dhe menaxhimin e tij tek njerëz dhe sidomos tek adoleshentët. Ky diskutim u realizua mes psikologes së shkollës Vasiana Bardushi dhe nxënësve të kësaj shkolle me ndihmën e senatit dhe drejtorisë së shkollës. Duke qenë se tema bazë ishte psikologjia e stresit, nxënësit gjimnazistë ishin të hapur për të reaguar ndaj përcaktimeve të konceptit stres, faktorëve që ndikojnë në stres dhe aftësisë së tyre për të menaxhuar vetë stresin. Shpresojmë që diskutime të tilla të vinë në ndihmë nxënësve në mënyrën e tyre, ka thënë psikologja Vasiana Bardushi. E ndërkohë një psikolog shkolle mund të japë një ndihmë thelbësore në menaxhimin e stresit, veçanërisht të adoleshentit. Një ndër format që përdoret më së shumti është sensibilizimi i tyre. Ne ndërhyjmë gjithashtu duke këshilluar individin. Këshillimi se si mund të trajtosh vetë individin për të kaluar stresin është shumë i rëndësishëm, deklaron psikologja Bardushi.